një ditë para zgjedhjeve. Edhe vum 3 opsione aty. PS, PD, partitë e reja. Partitë e reja dolën rot me PD-n, nga 40%, po partitë e reja ishin pak më lartë me numër votash, po shumë pak më lartë. Kurse Partia Socialiste doli 20%. Dhe unë të merova, thash, qa bëhet shu, se dhe unë nuk e prisnja. Mi po do thuash ti sa kam votuar. Kam votuar 8.000 veta. Dhe unë e shikonja online çdo moment për kë votoj Ermal Peçi, për kë votoj Alfred Sako, për kupton më dilte atje partitë e reja, PD. Pastaj në fund kur u mbyll votimi, u zhdukën të gjitha informacionet për kë ishin votuar, më ngeli vetëm përqindja. Partia Socialiste për 24 orë nuk e kaloi 21% asnjëherë. 19, 20, 21. Pra rinia që mendoj unë që janë në Instagram e ka votuar kundër Partinë Socialiste. Tashi ti do më thuash mua që në Instagramin tënd mund të jenë më shumë njerëz konservatore që mendojnë si ty. Edhe kjo mund të jetë e vërtet, po unë të thash, nga emrat që më dilin aty, unë s'jam aktiv fare në Instagram. Nuk më doli asnjë i njojtur që ta kisha mik real. Të gjithë ishin emrat të panjohur, komplet të panjohur dhe emra kështu nga këta të kohëve moderne, dukeshi që ishin të rinj, emra të rinj. Dhe ky rezultat nuk e mendoj kur që është reali. Tashi Rama dhe mund të qëndrojë në pushtet, po ka një dyshim që nga Gjermania mund të ketë një megjithëse Gjermania tash është e prekupuar për luftën dhe s'mund të merret me këto gjëra. Shtetet e Bashkuara nuk e kanë njojtur Ramën. Kanë folur, po se kanë njojtur, kanë folur me një gjuhë ambigue. Domethënë që juve ja u kanë njojtur evropianët ta, ne na duhet të punojmë me qeverinë, po ne jemi me popullin shqiptar, nuk jemi me qeverinë. Por ne nuk mund të flasim kundër qeverisë, se me këtë do bashkëpunojmë. Pra ky është mesazhi që dha ambasadën e lexova. Pra kjo parti dhe kjo qeveri nuk është legjitime, ata nuk e uruan t'i theshin suksese në ato objektivat që kini. Dolën ca evropian që tha ne jemi shumë të lumtur që ti fitove, që është komplet një shkelje diplomatike e komunikimit mes shteteve. S'mund t'i thuash ti një kryeministri sa të lumtur jemi ne që fitove ti. Sepse do më thënë ti e i pa lumtur qofse do kishte fituar objektivi politik i gjysmës popullsisë gati nga ana tjetër, se kështu i bie, tash ti je armik me ata, si e lumtur. Çfarë duhet ty se për kë voton? Ti urimi bëhet suksese në mandatin që ke marrë në të mirën e popullit shqiptar për ndjekur politika. Pra një gjuhë diplomatike. Po kështu urohet, nuk urohet sa të lumtur jemi ne që fitove ti. Kupton? Kjo duket që është një anësi shumë e madhe e këtyre. Dhe në këtë kuptim, unë mendoj që këta nuk do merren shumë me këto çështje dhe me këto politikat që ndiqnin këta mostrat Blinken e këta. Nuk e di ndoshë një postim të Trumpit, më duket në këtë Twitter, ku theshte që Joe Biden i vërtet, reali, ka vdekur në vitin 2020. Po, ishte një postim. Dhe ky është shumë i keq, se Joe Biden i real, i pari ka qenë një njeri shumë i mirë, theshte Trumpi. Ky është një njeri shumë i keq dhe është kështu imitim me këto teknologjitë artificiale që përdorin këta, që ka filluar kanë kohë. Kur i thesha unë këto që ky është klon, e kam thënë disa herë, njerëzit qeshin e theshin Cakoja ka shkarë. Po tash çfarë do thonë këta që të njëjtën gjë e deklaroi dhe Trumpi? Që Bideni është klon, ky që ka qenë president. Dhe Bideni vjetër kishte vdekur. Tash do thonë dhe Trumpi është i shmendur këta. Kupton? Prandaj se s'dua të mburem, po thjesht në fillim në Natalli, pastaj na përçmojnë, pastaj futin bishtin në shalë. Kupton, kur dalin fjalët tona, dhe askush nuk kërkon falje, të thotë Alfred, na fal që të kemi thënë kështu, të kemi thënë kështu. Kupton, sepse jemi ne gabim, asnjëri. Por po të shikojnë që ti e gabim, sulen të gjithë. Më fal sot asnjëri. Ose shumë rrallë thot ndonjëri më fal. Alfred, do doja të bëja një pyetje duke qenë se në Shqipëri tema e nxehtës spaku. Aktualisht ne kemi pas hekurave një ish kryeministër, kemi në hetim
edhe ditën e sotme u vendos dhe trupi gjykues që do të etoj zotin Berisha. Si e shikoni Spakun deri në këto momente dhe çfarë pritet nga Spaku në ditët dhe në kohët vazhdim? Spaku është një institucion që i shërben deep state-it ndërkombëtar, tash i deep state-it evropian, por aty brenda ende ka një fuqi edhe Shtetet e Bashkuara, mbasi ka pasur një marrëveshje kur u ndërtua kjo në strukturat e larta që ne nuk i dim si do t'jetë influenca e Shtetet e Bashkuara dhe Evropës ke Spaku. Këta kanë sa institucione, jo e Uleksi ose që kanë sa kështu, një ka Amerika, një ka Evropa, dhe varet tash si i kanë bërë këta marrëveshjet e tyre me njëri tjetrin, marrëveshjet e fsheta, se si do të drejtohet Spaku dhe kush do ketë më shumë fuqi apo cili do t'jetë nga këta dirigjenti që do drejtojë Spakun. Unë për mendimin tim them që korrupsioni sigurisht duhet luftuar. Shumë njerëz ma marrin domethënë për keq dhe nuk e kuptojnë që kur goditen kryeministrat, ilaçi bëhet më i dëmshëm se smundja. Në çfarë kuptimi? Në qoftë se kryeministrat do të jenë të cënueshëm në Shqipëri, që të cënojnë lehtë, si Berisha tash me rastin e klubit Partizani, që është një fluskë sapuni, që s'ka asnjë lloj koncepti juridik, sepse e ka votuar parlamenti, dhe çdo gjë që voton parlamenti ti nuk ke çfarë t'i bësh. Sepse e ka votuar komplet qeveria në mënyrë unanime. Unë nuk them që aty fjala vjen s'ka korrupsion ose se nuk e marr përsipër këtë gjë, më kupton ta them. Por aty ka firmosur presidenti, aty ka firmosur shefi shtabit përgjithshëm, ka firmosur ministri mbrojtjes. Ka shkuar në qeveri, është aprovuar në mënyrë kolegjale, është votuar në parlament. Çfarë do bëj Spaku? Do dalë mbi parlamenti edhe gjykata, edhe do dënojnë Berishën për klubin Partizani, pse u privatizua. Po si puna e asaj ka me mira në Shqipëri që janë privatizuar edhe janë ndërtuar edhe kjo është komplet. Berishën mund të ketë 100 gjëra tjera për çfarë mund ta kapsh. Po për klubin Partizani kjo është një fluskë sapuni. Asgjë nuk ka për t'i bërë. Thjesht do ta mbajnë në kështu vazhdimisht për gjykatën, për kështu. Nuk ka çfarë do bëjë gjyqtarja, do dënojë gjithë parlamentin, 140 veta që kanë votuar në parlament, do dënojë 13 apo 14 ministrat që kanë votuar në mënyrë kolegjale për këtë. Po kryeministri atë punë ka të privatizojë, të bëjë, kjo ishte detyra e tyre. Pse ishte dhëndri i tij dhe bëri një aferë duke qenë me ndikim pranë qeverisë për të bërë më shpejt ato veprimet, a ku di unë çfarë lloj ndikimi mund të ketë lojtur, ato në pamje të jashtme nga ana juridike janë të kopsitura, nuk ka çfarë t'i bëj asnjë me aferën Partizani. Afera Partizani, po e them, është një 5 me iç, është një gjë kot që e kanë kapur ta. Këtë se them unë, këtë e thon ish presidenta, e thon gjyqtar, shumë të rëndësishëm që unë i kam miq që janë të paanshëm, që marrin vesh shumë mirë nga çështjet civile, që janë profesor, e thon për çështjen Partizani Berishës nuk kanë çfarë t'i bëjnë asgjë. Më kupton, kështu që kjo është një lloj fluske sapuni. E quani fluskë sapuni, por pjesa e Spakut, duke përjashtuar jo vetëm faktin Jo prit, e di pse e thashte që kryeministrat duhet të jemi shumë të kujdesshëm që të mos ketë korrupsion. Kush është korrupsioni më i lartë? Korrupsioni më i lartë është frika ndaj tuajve dhe dhënia e kujt? E naftës. Merreni. Kujdes se kemi Spakun, marrim kur ti ikësh nga detyra të marrim. Naftën e duam ne. Merreni, vetëm lini mua këtu të bëj ndaj punën time. Ata që psojnë janë shqiptarët dhe ekonomia shqiptare. Kurse në qoftë se kryeministri e ndjen veten me suport të madh nga ligji që s'mund të dënohet për gjëra kot, ai i vjen ky Starmeri. I thotë, unë jam kryeministri britanik, po kujt po i ruhet se kryeministri britanik ti urdhëro çfarë do? Unë jam kryeministri i Shqipërisë. Çfarë do? Dua të bëj këto të sjell ta bëjmë Shqipërinë hale se ne di çfarë të bëjmë këtu që ngerin të varim. Kur është i fort kryeministri i thot fuck you, i thot ngreu tavolina dhe zhduku, s'ka këtu, i thot.
Kurse po tjetë që dënohet Berisha, dënohet Meta,